Rrjeti i dyqaneve të pajisjeve elektroshtëpiake Neptun organizoi pasditën e të njëjtës prezantimin e Samsung Smart, fjala më e fundit e teknologjisë së televizorëve të prodhuar nga kompania koreane. Me këtë rast, në Tiranë ishin të pranishëm edhe përfaqësues të lartë të kompanisë Samsung, përfshi presidentin e Samsung Electronics Adriatica. Drejtuesit e Samsung prezantuan për të ftuarit karakteristikat e Samsung Smart, një produkt që shkrin teknologjinë e televizorit me qartësi të lartë high definition, me teknologjinë tridimensionale 3D dhe njëkohësisht një pajisje elektronike universale. Nëpërmjet Samsung Smart mund të kërkoni në rrjet për filmat e preferuar, t'i organizoni ato, mund të përdorni të gjitha shërbimet web të Samsung apo edhe thjesht të lundroni në internet. Të pranishmëve në prezantim ju krijua mundësia të provonin vetë shërbimet që ofron televizori Samsung Smart. Ky produkt ofrohet prej disa ditësh në Neptune Shops. Drejtuesit e cilit thonë se që në ditët e para shqitjet kanë kaluar të gjitha parashikimet. Pas prezantimit u organizua edhe një llotari ku njëri nga të pranishmit fitoi një televizor Samsung Smart.